Ndeshja e Gjiros së 16 mes Hajvalis dhe Trepçës 89 u anulua për shkak të terrenit që ishte në ujë në stadiumin e Kishnicës. Referi kryesor i takimit, Genc Nuza, kapiteni i vendasve të Hajvalis Gëzim Gashi dhe ai mysafirëve të Trepçës 89, Samir Sahiti, dolën në fushë për ta provuar se a mund të zhvillohej ndeshja, por që të tre e panë se takimi në ato kushte ishte i pamundur të zhvillohej. E shkaku kryesor pse fusha u mbulua me ujë duket të jetë jashtë stadiumit, pasi shumica e ujit vinte nga rruga në afërsi që ishte magjistralja për Gjilan. Në shkresën e zyrtarit të ndeshjes, thuhet se me pëlqimin e dy skuadrave kërkohet që kjo ndeshje të zhvillohet me datën 2 dhjetor të këtij viti, propozim që i shkon Komisionit të Garave. E vëzhguesi i takimit, Senad Hamzic, tregon shkaqet e anulimit dhe atë se kur mund të zhvillohet ky takim. Ndeshja e sotme në Kishnicë nuk do të zhvillohet në mes KF Hajvalis dhe Trepçës 89 për arsye kushteve atmosferike, si të shihni fusha këtu në Hajvali është mbuluar me 45% me ujë për shkak kushteve atmosferike. Kjo ndeshje do të shtyhet zhvillohet me 2 dhjetor për arsye se ekipa e KF Hajvalis ka obligime të veta për një lojë që të zhvillohet në Shqipëni. Rast nëse edhe me 2 dhjetor i kem qësi kushte atmosferike, klubi futbollistik i Hajvalis është i obliguar do të zgjojë një fushë ku do të zhvillohet që kjo lojë, që kjo ndeshje. Përveç takimit Hajvalia Trepça 89 që u anulua, 3 takimet e tjera edhe pse në kushte jo fort të mira u zhvilluan.